Vjen pas pak një super episod në Mam me Artemisën e botës së gruas. Do të flasim për gjithënien, për të gjitha problematikat, por edhe këtë proces të jashtëzakonshëm që i bën mamat e lumtura pa diskutim. Është gjithënia që duhet aq shumë që duhet të bëhet për secilin prej bebave tanë, kështu që i stimulojmë secilin prej vajzave që ta vijojnë gjithënien, edhe atëherë kur ti e shikon që duket e pamundur, vazhdo, tento më tepër. Gjithsesi, një falënderim special shkon për Lajthisën edhe Dino Rios, mbështetësit e programit Mam, por edhe për ju dashurmiq, ju lutem bëni subscribe në kanalin Mam për të parë çdo video që ne publikojmë, qoftë edhe videot e shkurtra. Ja nisim me Artemisën e botës së gruas që ka edhe një sekret për t'ju thënë. Në momentin që nëna ka vazhduar për disa ditë ose për disa orë, se varet si reagon dhe trupi se cilës nënë, me një boshatisje jo të mirë të gjirit, atëherë disa nga këto alveola plasin, le të themi, sepse janë formë tullumbaci, plasin dhe këtë përmbajtje e lëshojnë jashtë kanaleve të qumshtit, që të thotë, të gjithë këtë fryrje ne kemi sepse tashmë kemi lëngje që ndodhen jashtë kanaleve që ngushtojnë, pra ushtrojnë presion, dhe normalisht kanalet ngushtojnë dhe qumshti e ka të vështirë të rjedhë. Do të flasim për një nga temat më të rëndësishme të një gruaje, e cila pret të bëhet nën. Do të flasim pikërisht për gjithënien që duket aq e thjesht në teori, por në praktik vështirësohet maksimalisht. Unë nuk njoh një grua që thotë, e kam pasur shumë të thjesht gjithënien. Të gjitha kam pasur probleme. Kush më pak e kush më shumë, kështu që sot kam gjithë ekskluzivitetin e Artemisës së botës së gruas, të konsulente laktacioni, për na folur gjërësisht sa i përket kësaj teme. Riktheher sërish në Mam, sepse e di dhe edhe që shkoj, kam pasur pyetje, po pse se mbajte më gjatë, po ne e dim, kemi një orar të kufizuar, kështu që kthehemi herë pas here për t'i folur edhe më gjërësisht tematikat caktuara. Aty ku ne do fokusohemi shumë në fakt ditën e sotme. Unë nisa me këtë duket e thjesht në teori, por e vështirë shumë në praktik në fakt. E duket sikur nis me instinkt, por në fakt duhet mësohesh përpara me këtë, apo jo? Dhe kjo është një nga sugjerimet. Artemis? Është e vërtetë Orin, dhe unë më shumë kënaqësi flas gjithmonë dhe pafund për këtë temë, sepse në të vërtetë konsiderohet si një proces shumë natyral që bebi do të lindë, do të vendoset në gjithë dhe do di ta bëj vetë punën dhe çdo gjë do të jetë shumë e thjeshtë. Por realiteti është që në përditshmëri marr dhe mesazhe nga mama që thonë e mendoja shumë të thjesht, por në të vërtetë që ka shumë e vështirë. Dhe normalisht informacioni që merret, sidomos që në shtatzani, është shërben si një përgatitje që nëna do ta përdor më pas edhe pas lindjes, do t'ja thjeshtoj shumë procesin. Sa e rëndësishme është pikërisht kjo, pra sa e rëndësishme është që të përgatitet për gjithënie, përveç informacioneve, sepse unë e kuptoj që ne hulumtojmë shumë në rrjet, por nuk është njësoj, besoj, që kur flet me një ekspert e laktacioni, nuk është njësoj si kur të konsultohesh me të flasësh dhe të dish qoftë pikat e fillesës, pra qoftë edhe përpara se të lindësh se çfarë mund të bësh, apo jo? Është shumë e rëndësishme sepse në momentin që marrim një informacion, qoftë edhe nga eksperienca me miket ose me familjarët, atëherë ne do marrim çfarë do të na sjellin njerëzit e afërt, të cilin normalisht nuk do ta ndihmojnë nënën e re në praktikën pas lindjes. Ndërsa në momentin që merr një informacion të detajuar, për shembull mbi vendosjen e bebit në mënyrë korrekte në gjë, që është një nga elementet më të rëndësishme, kapja e thellë dhe ushqyerja do të vijojë normalisht dhe më së miri dhe pa probleme nëse kapja do të jetë si duhet. Menaxhimi atyre orëve të para të lind pas lindjes, kur bebi vjen në jetë, mund të jetë i përgjumur, kthimi në shtëpi kur nëna është vetëm tashmë me bebin dhe gjërat mund të bëhen pak më të ndërlikuara, sepse atje ndihet edhe përgjegjësia më e madhe, duke qenë se nëna është vetëm me bebin. Pra, kur nëna di si ta menaxhoj kapjen, fryrjen e gjirit, bebin në të rësi dhe të njoh sinjalet e bebit, normalisht kjo ta ndihmoj dhe ta menaxhoj më mirë dhe procesin. Pra, për duke kaluar në praktik, paketa që merret përpara se të lindësh, çfarë ka brenda? Që për t'ja treguar të gjitha mamave. Unë e di që ti flet në vazhdimsi me të gjitha dhe qoftë edhe në privat tek e tek, një më një, por
ata që duan të dinë më shumë informacion dhe drejtohen tek ti më pas. Atëherë, kursi i përgatitjes për zgjidhënien është një kurs që është ideuar pikërisht që nëna të kuptojë çfarë duhet të bëjë në secilën nga fazat. Jo pa qëllim të ceka edhe pak më parë, sepse është një nga momentet më të vështira kur baby lind dhe nëna nuk di si ta vendosë në gjë, nuk di si ta mbaj, ka frikë etj etj. Pikërisht ky kurs është i ideuar dhe i programuar me video të detajuara që nëna të kuptojë si ta mbaj, si ta vendos në gjë dhe nuk është vetëm diçka teorike të cilin do ta dëgjoj, por ndoshta s'do ta vëdot në praktik. Në të vërtetë dhe nga eksperienca me nënat të cilat e kanë marrë, e kanë pasur shumë herë më të thjeshtë në momentin që e kanë bërë këtë parapërgatitje. Dhe nga ana tjetër ky kurs i ndihmon nënat edhe jo vetëm ditët e para në maternitet, qoftë lindje natyrale, cezariane, por edhe si thash dhe pak më parë dhe pas kthimit në shtëpi kur janë vetëm. Një nga janë vetëm dhe pikërisht ky kthimi në shtëpi ditën e dytë ose tretë pas lindjes përkon dhe me atë fryrjen fiziologjike, fryrjen e gjirit, përkon me atë shtimin e të qarave të bebit, pra është më alert dhe normalisht nëna duhet të kuptojë se çfarë duhet të bëj, si të menaxhoj fryrjen dhe normalisht kjo do t'ja bëj dhe procesin dhe ushqyerjen e bebit më të thjeshtë. Në cilin muaj e sugjeron? Unë sugjeroj rreth muajit të 8. Pra, marr parasysh që nuk e di asnjëherë si shkon procesi lindjes, ka mama të cilat futen në fazën e lindjes edhe pa u futur në muajin e 9, atëherë rreth muajit të 8 na duhet të ketë bërë këtë parapërgatitje, sepse normalisht është diçka e paparashikueshme. Dhe sigurisht që kjo ti e përceke pak më parë që ndikon edhe në shmangjen e dhimbjeve të vazhdueshme që mund të ketë nëna më mbrapa. Unë vetëm mbaj mend kam pasur edhe një periudhë të vështirë gjatë zgjidhënies, sado mendoja që nuk do e bëj, atëra ta kam thënë që u fut shumë shpejt në gjë që kur ishte në maternitet, por vështirësitë nisën javën e dytë më saktë. Normalisht kursi nuk e ndihmon vetëm ato 2 pika që unë e ceka edhe pak më parë, por ndihmon edhe për stabilizimin e zgjidhënies në plan afatgjat. Qoftë në sasinë e qumshtit, pra në të pasurit e një sasie të konsiderueshme në bazë të kërkesave të bebit, por edhe për shmangjen e dhimbjeve, sepse normalisht në kursin na mëson siç thash edhe pak më parë, si ta pozicionoj, si të liroj gjirin në momentin që ka këto fryrje dhe çfarë ndikimi, çfarë impakti ka kjo tek shmangja e dhimbjeve. Në momentin që gjiri është i fryrë, areola tendose të riqet, bebi ta ketë të vështirë të bëj kapjen e thellë. Dhe normalisht një kapje cekët ku bebi ushqet kryesisht tek thithi do të shkojë dhe do të shoqërohet me ato çarjet e thithave që normalisht janë të dhimbshme dhe mund të them që janë një nga arsyet ku nëna dhe mund të shkojë dhe në një shkëputje të procesit para kohe. Sepse nuk flasim vetëm për skuqje ose për plasaritje të vogla, po flasim për çarje dhe dhimbje të cilat shkallë nëse nuk korrigjohet problemi mund të shkojë edhe në një plag ose në një infektim të thithave që normalisht dihet që është e vështirë dhe tepër e dhimbshme. Kam nëna që thot më shfryr gjoksi, por nuk arrit do të nxjerr asnjë pikë qumësht. Do të thënë që kanë vështirësi shumë të madhe, pra është fryr, kanë të fryr, por nuk arrin dot, i duket shumë pak, nxjerrin shumë pak në vazhdimsi. Çfarë ndodh në këtë rast? Çfarë i sugjeron nënave? Atëherë, normalisht nëse flasim për një fryrje masive të gjirit, po flasim për një presion të jashtëm tek kanalet e qumshtit. Pra nëse ne kemi parasysh gjirin, të gjithë perimetrin e tij, shohim gjëndrat e qumshtit që vinë në formë vilesh rushi dhe nga qelizat ku prodhohet qumshti, thon ndryshe alveolat, kemi kanalet e qumshtit që normalisht nga atje rreth qumshtit. Tani në momentin që nëna ka vazhduar për disa ditë ose për disa orë, se varet si reagon dhe trupi secilës nënë, me një boshatisje jo të mirë të gjirit, atëherë disa nga këto alveola plasin, le të themi, sepse janë në formë tullumbaci, plasin dhe këtë përmbajtje e lëshojnë jashtë kanaleve të qumshtit. Që të thotë, të gjithë këtë fryrje ne kemi sepse tashmë kemi lëngje që ndodhen jashtë kanaleve që ngushtojnë, pra ushtrojnë presion, dhe normalisht kanalet ngushtohen dhe qumshti e ka të vështirë të rrjedhë. Kështu që këtu unë shikoj dhe një problem ose më saktë një gabim që nënat bëjnë që mbi pompojnë me tendencën ta shkarkojnë këtë fryrje. Kur në të vërtetë ka një teknikë që quhet drenimi limfatik, ku gjiri pastrohet nëpërmjet sistemit limfatik. Nëse mundem të tregoj dhe teknikën që mund të përdoret në këtë rast. Atëherë, duke qenë se nyjet limfatike ndodhen tek zona e sqetullës dhe tek klavikula, pra tek pjesa e qafës, masazhi duhet të shkojë
nga pjesa e bazës të gjirit në drejtim të sqetullës, pra duhet jemi me këtë lëvizje të dorës dhe normalisht nëpërmjet lëvizjeve edhe tek klavikula. Pra ky duhet të jetë drejtimi, sepse në momentin që ne tentojmë të çojmë boshatisjen e gjirit, pra të çojmë lëngjet në drejtim të thithit, ne shkaktojmë një edem masive tek areola. Pra i çojmë lëngjet në drejtim të kundërt. Nëse nënat bëjnë masazhin limfatik dhe pastaj boshatisjen e gjirit, atëherë do të jetë shumë herë më thjeshtë. Nëse jemi tek masazhi limfatik, normalisht ajo kam ndoshta një numër të caktuar të lëvizjes së duarve, sepse unë e di që në atë moment gjoksi dhëm shumë, edhe kur ti bën masazhin, edhe nuk e di deri në çfarë momenti ti duhet ta bësh, pra sa kohë duhet ta bësh, sa shkozjatja le themi edhe presioni që duhet të ushtrosh në këtë formë, pra drejt sqetullës dhe lart drejt qafës, pra. Atëherë, në total masazhimi nuk duhet të zgjasë më tepër se 20 minuta, por në këtë seancë masazhi nuk përfshihet vetëm masazhi limfatik. Përfshihet 5 minuta kompresa të ngrohta dhe këtu duhet të theksoj jo të nxehta, sepse shikoj edhe një tjetër gabim që ndonjëherë qoftë në dush përdoret ujë shumë i nxehtë, ose nëse do përdoret një peshqir apo janë ato perlat me xhel, i nxehti mbi normalen mund të shkaktoj dhe djegje tek gjiri dhe nuk e ndihmon. Kështu që duhet të jenë kompresa të ngrohta, aq sa trupi e toleron. 5 minuta do t'i bëjmë kompresat. Më pas do të vazhdojmë 5 minuta masazhin limfatik. Me një presion, le të themi sikur po masazhojmë trupin e bebit, pra atë lloj force. Pra jo është jo masazhe agresive që normalisht rrisin inflamacionin dhe e bëjnë akoma më serioze situatën. Ndërkohë, në këtë 20 minutësh, nëse nëna ka edhe zona të tendosura, thëndryshe gunga, normalisht duhet të ketë një 5 minutësh masazh të zonave të forta, sepse atje duhet të hapet, pra të lirohet qumshti që të rjedh, dhe pastaj të rikthehemi dhe një 5 minutësh tjetër masazhit limfatik. Pra në total, në këtë 20 minutësh e ndajmë kompresa të ngrohta, masazh limfatik, masazhim të zonave të tendosura, dhe pastaj mund të vendoset bebi, normalisht që të bëj shkarkimin e gjirit, ose pompa për nënat të cilat ndoshta në atë moment bebi mund të jetë në gjumë dhe nuk pinë, ose mund të jenë nëna ekskluzivisht pompuese dhe normalisht pas masazhit duhet bërë shkarkimi. Dhe në fund bëjmë 15 minuta kompresa të ftohta, që mund të bëhen me perlat me xhel, është një objekt që mund të përdoret nga nënat gjithënse që nga lindja, një peshqir të lagur me ujë të ftohtë, ama dhe kjo ndihmon për të ulur inflamacionin dhe për të qetësuar dhimbjet. Kjo e perlave është e sugjerueshme. Është e sugjeruar dhe madje mund të them që është nga mjetet më të mira që nënat mund të përdorin dhe mund t'i kenë me vete edhe që në maternitet, të cilat mund të përdoren edhe për lëvizjen më të shpejtë të kullashtrës. Kompresa të ngrohta para ushqyerjes, vendosje të bebit dhe është një tjetër situatë kur gjithashtu ndihmojnë. E ndihmon ajo. Cekëm pak më përpara për vështirësinë e nënës në kthimin e shtëpisë, në shtëpi, që normalisht ajo është është një pjesë traumatike, sidomos kur nuk ka njerëz aty. Unë di që vetëm e kam dëgjuar nga mamat e tjerë se unë fatmirësisht kam pasur njerëz, por kur nuk ka njerëz, ty të duket sikur edhe nuk di ta mbash, sado sot jam futur në lojë jastiqet e kuptoj, po ndonjëherë tash kohët e fundit edhe kam lexuar që më përpara s'ka pasur jastik. Po ne pozicionon në mirë bebin. Si e ti në këtë qasje, Artemis? Jastik, jo jastik, apo janë thjesht ndihmuese dhe duhen përdorur? Unë them që ka teknika, ka pozicione që e duan jastik. Unë për shembull nga pozicionet cross cradle hold, quhet, ku bebi mbahet, nëse do të ushqehet në gjirin e majt, mbahet me dorën e djathtë dhe anasjelltas. Dhe normalisht, duke qenë se pesha e bebit mund ta lodh nënën tek krau, tek shpina, jastiku është ndim. Mund të jetë një jastik gjithënie, mund të jetë një jastik shtatzanie. Ka nëna që gjenden shumë mirë dhe me jastikë normale. Unë them si të jetë komode nëna, ai është objekti që ndihmon atë moment. Ka pozicione pastaj që nuk e kanë të detyruar, për shembull pozicioni klasik nuk e ka të detyruar jastikun. Megjithatë unë mund të them që disa mama i ndihmon jo vetëm në pozicionim, por edhe për dhimbjet e shpinës, sepse thash pesha e bebit shkon dhe mbështetet tek jastiku. Kështu që unë personalisht e kam gjetur shumë ndihmë. Tani po flas dhe si mamë, përveç
Fillojnë vinë teori të ndryshme vit pas viti, muaj pas muaj, edhe prandaj më doli një artikull që thoshte, dikur kemi qenë rini në këmbë, ushqeni në këmbë bebi, ndër është një pozicion shumë e mirë, shumë shirrjedh, më thënë. Shiko, mund të përdoret, ka ende mama që përdori për shembull pozicionin football hold, që realisht është i vështirë, ke mama që mund ta mbajë dhe në këmbë dhe nuk e ka problem. Megjithatë kjo është dhe pak zgjedhje personale, sepse ka mama që e menaxhojnë shumë mirë bebin dhe nuk kanë frikë, dhe ka mama që gjenden të frikësuar edhe nëse kanë gjithë suportin e jastikut, kështu që them është dhe pak zgjedhje personale, pastaj e ka se ka të nevojshëm. Cila është këshilla jote numër 1 për çdo mami që vjen në shtëpi vetëm dhe ka ato frikrat e veta në fillim me bebin, që edhe mos ta mbysë dhe të gjitha këto, domethënë që apo i jep mjaftueshëm, të gjitha këto pikpyetjet që sa i përket gjithënies, atë po bllokohet xhiri, të gjitha këto. Unë do të thoja që para përgatitja është çelësi. Pra i rikthehemi dhe një herë asaj që po thënim pak më përpara. Është e rëndësishme sepse kur ti ke informacion ke siguri, kur di çfarë do ndodh në secilën fazë pas lindjes, ti di si ta menaxhosh. Pra ti nuk futesh në panik. Në sensin e përmend edhe një herë fryrjen e xhirit që është një nga problemet më të shpeshta. Vjen ajo dita e tretë dhe nëna është në total, në dyshime totale, në pasiguri të mëdha, sepse thash një bebi që 3 ditë e para mund ta ketë kapur dhe shumë mirë xhirin, tani e ka të vështirë dhe nëna thot çfarë ndodh, nuk e do më, ndoshta qumshtim nuk bën, kur në të vërtetë është thjesht nevoja për të bërë këto masazhe që unë përmenda pak më përpara, një shtrydhje të lehtë manuale për të lehtësuar pak areolën dhe ja ku zgjidh dhe bebi pin më mirë. Por kjo do të vi kur nëna e di çfarë ndodh ditën e tretë, kur rritet volumi i qumshtit, rritet qarkullimi i gjakut, rriten lëngjet limfatike që do të qarkullojnë te xhiri dhe normalisht kur e di çfarë ndodh disa trajtoj është më e qetë. Nga ana tjetër unë do të thoja që ndonjëherë dhe këto ndihmat e tepërta të çojnë ndonjëherë dhe në pasiguri të mëdha. Unë shikoj disa raste kur nëna e ka të vështirë të zbatojë qoftë edhe një teknikë shumë perfekte që unë mund t'i kem thënë, thjesht sepse është vjera, mami, motra që janë duke mbajtur bebin që bebi të ushqet. Por djada nën beb ndonjëherë duhet të lënë vetëm në dhomë ta bëjnë nëna vetë ta menaxhoj bebin, sepse këto ndërhyrjet e vështirësojnë dhe e kompleksojnë procesin. Kontakti lëkurë në lëkurë, gjithashtu është, ndoshta ne në shoqërinë tonë nuk kemi mësuar ta kemi si rutinë pas lindjes, por është vërtet shumë i rëndësishëm sepse ndihmon si në shtimin e sasisë të qumshtit, në qetësimin e nënës, qetësimin e bebit dhe normalisht i bën dhe gjërat më të thjeshta. Kështu do thoja edhe kontaktin lëkurë në lëkurë ta praktikojnë sa më tepër. Sa më shumë, sa minuta për shembull. Nuk ka një limit. Një 5 minutësh do të jetë minimumi, le të themi, por nuk ka limit. Nëna mund ta mbaj bebin kontakt lëkurë në lëkurë edhe gjatë një cikli gjumi 1 orësh. Mund të jetë në rastet e stinës së dimrit, një batanie sipër shtëpi tani janë të ngrohta, plus që temperatura e trupit të nënës e ndihmon bebin të ketë një rregullim të mirë të temperaturës, kështu që nuk ka limit. Tani, veçanë se jemi këtu edhe në ditët e para, sa mililitra duhet të nxjerrë një mami në javën e parë, javën e dytë, pra për të dhënë një gjë të përafërt, le të themi, për ta kuptuar një mami? Atëherë, nëse unë do thoja një sasi fikse, unë do gaboja. Nga eksperjenca jote, po them, nga eksperjenca jote. Ditët e para ne presim që xhiri të nxjerrë, për shembull ditën e parë 2 deri 5 ml qumësht në vakt, aq sa stomaku i bebit merr. Ka nëna që nxjerrin vetëm disa pika dhe për bebin është mjaftueshëm, po flasim për kullashtrën. Pra vakti bie në sa diferencë orësh nga njëra tjetra? Minimumi çdo 3 orë. Domethënë një bebi poshtë lindur duhet vendoset në gjë minimumi çdo 3 orë. Dhe mund të dalë 2 deri në 5 ml sasi qumshti. Mund të dalin dhe vetëm disa pika dhe marr parasysh që një bebi poshtë lindur lind me rezerva lëngjesh në qeliza, po përjashtojmë rastet kur bebi mund të ketë nevojë suplementim dhe në raste kur është mjeku nonat ndryn. Në rastet e tjera është mjaftueshëm. Bebi duhet vendoset në gjë minimumi çdo 3 orë dhe sa herë të kërkoj. Që do të thotë, edhe nëse pin çdo 30 minuta apo 60 minuta përsërish normale. Këtë e theksoj sepse ka mama të cilat futen në panik në momentin që shikojnë që bebi kërkon shumë shpesh dhe thonë nuk kam qumësht. Është pikërisht kjo vendosje shpesh e bebit në gjë që do të rregulloj dhe do të stabilizoj procesin. Madje unë këtu mund të përmendja dhe aktivizimin e alveolave që i përmenda pak më përpara.
Për gjatë 3 ditëve të para pas lindit, që është shumë e rëndësishme ushqyerja e shpeshtë e bebit. Çfarë ndodh? Në momentin që nëna lind kemi një rritje të prolaktinës sepse po bie progesteron, pra po ka dalë placenta dhe tani ka një rritje të prolaktinës. Tani në këto 3 ditët e para stabilizohet sasia në plan afatgjat, kapaciteti prodhues. Që do të thotë, nëse ne këto alveola që janë qelizat ku prodhohet qumshti, do t'i konsideronim si motor. Nëna ka një numër, çdo nën ka një numër të caktuar alveolash që është individuale, prandaj nuk fola dot për sasi fikse pak më përpara. Tani, një nën që vendos bebin shpesh sipas kërkesës ka një rritje të mirë prolaktinës, por dhe një aktivizim të plot të këtyre motorëve, nëse i quajmë. Tani, një nën të cilës si aktivizohen të gjitha alveolat është një nën që nuk do ketë probleme me sasinë e qumshtit në plan afatgjat. Nëse bebi nuk vendoset shpesh 3 ditë e para ose në rastet kur nëna ka për arsye shëndetësore etj, një ndarje të bebit, 3 ditë e para duhet vendos pompën për t'i aktivizuar alveolat dhe për të stabilizuar kapacitetin maksimal prodhues. Sa duhet të nxjerr, ka mama të cilat kanë një numër më të vogël alveolash dhe normalisht në një pompim, sepse vetëm në këtë formë mund ta kuptojmë. Në një pompim mund të nxjerr 60 ml në secilin gjë në një pompim dhe duhet pompoj çdo 2 orë, le të themi, për të plotësuar kërkesën e bebit. Gjithmonë në ditën e satë po e llogarit 60. Këtë po e llogarisim të kaloj java e parë, pra të kaloj 7 deri 10 ditët e para. Pra kur dhe sasia e qumshtit ka filluar të stabilizohet dhe normalisht kjo mund të vazhdojë dhe pas javës së 60 ml në mund të ka nëna, është normale që nëna të pompoj dhe 60 ml në secilin gjë, thjesht në këtë rast duhen bërë pompime më të shpeshta, ke dhe mama, të cilat kanë më tepër alveola, pra numër më të shtuar, dhe mund të pompojnë dhe 160 ml në vakt dhe 180, dhe ky quhet kapacitet i fuqishëm, po mund të shkojë dhe në muajt në vazhdim. Për shembull, mama të cilat në muajin e tretë prodhojnë një sasi më të lartë qumshti, sepse në një moment kur ka pompuar, sepse ka më tepër alveola. Kjo nuk përcakton sasinë totale ditore. Për shembull, në këtë rast, nëna e cila ka më pak alveola, ushqen më shpesh bebin gjatë ditës, kurse nëna që ka më tepër, pra ka kapacitet të fuqishëm, mund të ushqejë më rrallë. Pra, në fund të ditës, të dy nënat arrin të plotësojnë kërkesën e bebit, thjesht nëna me një kapacitet prodhues më të ulët duhet të ushqejë më shpesh, kurse nëna me kapacitet më të lartë prodhues duhet të ushqejë më rrallë. Kur ti ma thua këtë gjë, kthehem pak edhe tek kur më the 2 deri në 5 ml kur jemi në ditën e parë të kulloshtërës, të 3 ditët e para. Dhe më vjen në ndërmend fakti që mamit në spitali japin formul 20 ml. Pa janë të domosdoshme kur një kulloshtër ti thua që shkon 2 deri në 5 ml në vakt. Kështu që ai është një vakt shumë i madh, kam përshtypjen. Për te kapacitetit të stomakut të bebit, do të thënë ka diçka që ditën e parë stomaku i bebit mban këtë sasi kaq të ulët. Ditën e dytë shtohet, ditën e tretë përsëri shtohet, pra duke u rritur bebi, duke u rritur kapaciteti i stomakut dhe duke u rritur dhe sasia e qumshtit të gjirit që ti përgjigjet kësaj kërkese. Tani në momentin që suplementohet bebi me një sasi kaq të madhe, normalisht e para gjë që ne shikojmë është përgjumja për orë të tëra. Pra kemi një beb që mund të pi në orën 8 të mëngjesit dhe deri në orën 12 ose 1 të drekës nuk zgjohet. Pra nënës i duhet shumë sforco që të zgjoj bebin dhe në disa raste shkon pa sukses, pra kur e vendos në gjip përsëri është shumë i përgjumur dhe nuk aktivizohet, sepse formula e mban më gjatë bebin të ngopur dhe nga ana tjetër ka pi dhe një sasi më të madhe nga sa nevojitet për moshën. A ka mundësi për të nxjerrë kulloshtër dhe sa mund të nxjerrin, sa si mund ta ruajmë, kupton, në këtë lloj forme? Atëherë, kjo është një praktikë që ka mendime pro dhe kundër. Okay. Unë personalisht të sugjeroj vetëm në rastet kur nëna e ka të nevojshme. Kur ndodh? Për shembull, nënat që kanë probleme me diabetin, nënat që kanë probleme me sindromin ovajes policistike, nënat që kanë probleme me tiroiden, nënat që kanë binjak, atëherë kanë të nevojshme, pra mund të bëjnë mbledhjen e kulloshtrit në shtatzani, por vetëm me rekomandim të mjekut ginekolog. Pra, është një
teknik që mund të përdorim, por duhet të marrë dhe rekomandimi i mjekut, sepse ai e ndjek shtatzanin dhe e di në çfarë gjendje është nëna dhe a mundet nëna të tolerojë një stimulim të gjirit në shtatzani ose jo. Rastet e tjera kur nëna ka një ecuri të mirë të shtatzanisë, nuk i ka këto situatat që unë sapo përmenda, nuk e ka të nevojshme. A mund të bëhet mbledhja në sensin a do dal kullostra? Patjetër, do dal vetëm sasi të ulta, pika të shtrydhjet e para, pastaj rritet me kalimin e kohës, ka mama që e kanë pak më të vështirë dhe mund t'ju duan disa seanca më tepër shtrydhje manuale. E quajmë, kështu që në fund të ditës mbledhim një sasi shumë minimale, nuk presim sasi të mëdha, të cilat do t'i ofrojmë bebit pas lindjes. Pra ky është qëllimi. Pra këto situata mund të përkojnë me një nevojë të shtuar të bebit për të suplementuar, ose ka situata që mund të ndahet nëna nga bebi, si rasti i binjakëve ku që mund të ketë edhe lindje para termit dhe normalisht bebat mund të kenë nevojë të ndahen nga nëna dhe kjo kulloshtër e mbledhur në shtatzani mund t'i ofrohet bebit pas lindjes nga stafi spitalor. Okej, meqense jemi dhe këtu që prekëm pjesën e marrjes së kulloshtërës, pra ditë përpara që ka pro dhe kundër, si unë më the, dhe nuk është ndër sugjerimet besoj që ti unë kam vetëm në ato rastet kur vërtet nevojitet. Një gjë tjetër që kam parë është edhe që ndodh nëna që nuk e mbajnë veç shtatzanin, por që presin ose adoptojnë një fëmijë që arrin të kenë qumësht për t'i dhënë bebit kur vjen në shtëpi. A është e mundur kjo gjë, Artemis? Por, ndë është e mundur. Edhe pse nuk ka qenë shtatzan? Është e mundur. Okay. Në këto raste, zakonisht ka një datë specifike kur bebi do lind ose një datë kur bebi do merret dhe do sillet në shtëpi në rastet e adoptimeve dhe në këtë rast nëna 6 muaj para kësaj date fillon normalisht të ndjekur nga mjeku terapi hormonale dhe stimulim me pomp. Stimulimi me pomp fillon 3 muaj para. Nëse terapia hormonale fillon 6 muaj para datës kur bebi pritet të vijë, 3 muaj terapi hormonale dhe pas 3 muajve vazhdon terapia hormonale plus stimulimi me pomp në mënyrë të rregullt çdo 3 orë. Nga 20 minuta pompim secilin gjë, edhe nëse sasia e qumshtit është shumë e ulët fillimisht dhe më pas fillon të stabilizohet sepse si terapia hormonale si stimulimi me pomp e kanë ndihmuar. Kështu që është e mundur. Në rastet e tjera para raste? Jo, nuk e para. Është një praktik që unë kam të marr nga normalisht nga certifikimet, nga trajnimet që kam studimet që kam ndjekur, por që jashtë Shqipërisë patjetër është një praktik që e ndjekin dhe praktikojnë. Tu nuk e ke parë? Nuk e kam parë ndonjëherë, madje ndoshta është një temë që po frikë apo është një gjë që ndoshta është diçka e panjohur, le të themi, dhe kur është një praktikë e panjohur që nuk është bërë pjesë e rutinës të këtij procesi, ndoshta e frikson si nënën, si personelin që mund t'i ndjek, nuk mund të them një përgjigje fikse, por mendoj që duke qenë një praktikë e re, mund të jetë edhe pak e vështirë dhe pak e vështirë për tu përqafuar dhe për tu përdorur. Skuqja dhe plagët në thitha janë të zakonshme. I shikojmë shumë shpesh. Pse ndodhin dhe si trajtohen, le të themi, në kohën e dur, që mos të agravojnë më tepër situata. Atëherë, unë do të cekja pak skuqjet e gjirit ato ditët e para, ose më saktë të kthejmë që në shtatzani kur fillojnë ato tharjet. Ka mama të cilat kanë tharjet e thithave nga ndryshimi hormonal ndodh. Kjo që në muajin e 7, 8, ka raste muaj 9 që mund t'i bëj dhe pak më të theksuara. Po, dhe në këto raste unë do të sugjeroja që të përdorej një krem i cili qetëson dhe hidraton thithat, sepse ka diçka. Në momentin që bebi lind, si të kemi pasur situata, pra tharjet e thithave ose jo, nëna sido që t'jetë e kalon të paktën ato 2 javë të para një skuqje të lehtë të thithave. Gjiri po mësohet me thithjen e bebit, ka momente kur bebi sa dhe nëna të mësohet ta vendos, nuk e kap si duhet dhe normalisht fillojnë ato skuqje. Tani, kur ne kemi pasur tharje në shtatzani, fillon dhe kjo skuqja fiziologjike, le të themi, pas lindjes, normalisht kjo mund të çojë në plasaritje të gjirit. Dhe këto plasaritje, nëse nuk merren masa të përdoren, për shembull, në këtë rast, përdoret kremi që është enkas për thitha, delanolina, është rësisht e sigurt, madje dhe nuk ka nevojë as të shplahet gjiri para. Kupat e argjentit gjithashtu janë një produkt që vërtet nënat i ndihmon. Si bëhet në këtë rast
kombinimi të dyjave. Pas ushqyerjes të bebit, nëna shtrydh 2-3 pika qumësh te kupat e argjendit, janë disa guacka të vogla për nënat që ndoshta nuk kanë dëgjuar ndonjëherë më parë dhe vendosen tek thithat por pa vendosur asnjë produkt tjetër, sepse jonet e argjendit duhet veprojnë direkt mbi lëkurën e thithave dhe të fillojë ai rikuperimi. 4 orë para dite mund t'i mbajmë, gjithmonë duke i ajrosur ndërmjet, 2 orë pas dite maksimumi dhe ndërmjet këtyre intervaleve përdoret qumësht i gjirit, thjesht nëna shtrydh 2-3 pika qumësh në fund të ushqyerjes, e le gjirin të ajroset pa recipeta 5 deri 10 minuta dhe pastaj vendos kremin sa herë të dëshiroj gjatë ditës, nuk ka kufizime. Pra kjo është një nga format se si mund të trajtojnë këto skuqjet e gjirit jo vetëm javët e para, por edhe në vazhdim kurdo që mund të ndodhin. Pastaj janë këto rastet e tjera kur kemi plagë më të thella. Këto vijnë zakonisht kur kjo faza që unë përmenda nuk ka ndodhur, pra në sensin nëna si është thënë duro se do kaloj, duro që është ajo shprehja tipike, nëna duron sepse mendon se është diçka normale, dhe ne kemi një situatë ku këto skuqje që kanë kaluar në plasarritje tani kanë krijuar plagë të thella që impetigo quhen disa raste ato çaret më të thella që kanë nevojë edhe për pomada antibiotik lokal për të mbyllur dhe për të parandaluar infeksionet që normalisht të futet te dermatologu pastaj që e ndjek si rast. Gjithënia bëhet më vështirë, bebit i jepet gjë apo jo? Vazhdon i jepet, por bëhet shumë e vështirë sepse un kam parë situata Orinda që vërtet ka qenë edhe e dhimbshme ta shikoje, jo vetëm ta mendoje çfarë në ndjente në atë moment. Korrigjimi i kapjes patjetër që deri diku e lehtëson atë dhimbjen, por po flasim për një plagë të hapur tek thithat që sado ta lehtësoj përsëri bëhet e vështirë. Pra, dhe për t'i thënë të gjitha nëna, dhimbjet e gjirit janë normale? Dhimbjet e gjirit janë normale vetëm sekondat e para dhe pastaj qetësohet vetëm 2 javët e para. Nëse nëna, sepse është përshtatje që unë thash, pra janë vetëm sekondat e para kur bebi bën kapjen e gjirit. Në momentin që nëna ka dhimbje gjatë ushqyerjes, pas ushqyerjes, sepse kemi dhe rastet e vazospazmës, pra ato djegjet pas ushqyerjes, kjo nuk është më normale. Duhet adresuar ku është problemi. Është kapja, është një frenulum i gjuhës, është një tension i qafës, sepse janë faktorë të ndryshëm që ndikojnë pastaj tek këto dhimbje. Perën e gjuhës po e has shumë shpesh? Shumë. Po pse ndodh kjo? Frenulumi i gjuhës... Se kanë kapur më përpara apo ka ndonjë ndryshim që është... Atëherë, frenulumi i gjuhës, unë them që ndonjëherë diagnostikohet me vonesë sepse në disa raste dhe në spitale nuk bëhet ky kontrolli, që për mua duhet bërë, që nëna ta di. Tani, arsyeja pse bebat caktuar kanë frenulum të shkurtër ende nuk dihet. Dëgjojmë teori pafund, kemi dëgjuar ekspertë të ndryshëm në shumë vende të botës, një arsye specifike nuk ka pse disa bebave nuk arrin t'u zhduket ky frenulum. Është dëgjuar që është C-section një nga efektet? E kam dëgjuar madje dhe ndikimin e acidit folik. Sa e vërtet është nuk e di, por nuk më kujtohet kush e ka thënë, emri ekspertes, por ka pasur një teori të tillë që marrja e acidit folik në shtatzani mund të ndikojë. Sa e vërtet është, akoma nuk e normalisht janë thjesht teori që mund t'i dëgjojmë, por që nuk ka një informacion të saktë. Ama e shikojmë shumë shpesh dhe mund të them që është një nga faktorët kryesor për pengesat që nëna has pra është pengesa kryesore e gjithënies. Kur si e kuptojmë që ka diçka që nuk shkon? A mund t'jetë normal edhe prapë mos ta kuptojmë? Është komplekse, në sensin. Gjëja e parë që ne bëjmë, për shembull, si veprojmë me mamat që ndjek, për ta bërë pak më konkrete, në rast se unë shikoj një beb që ka një kapje të cekët, korrigjojmë kapjen, sepse mund të jetë edhe problemi te kapja dhe ne shkojmë dhe kompleksojmë dhe faktorizojmë gjuhën pa që në nevojshme. Në momentin që ne shikojmë që kapja, sado që ne përpiqemi, pra ka disa pozicione që ajo është maksimumi që mund të bësh. Nëse ne nuk arrim të korrigjojmë gjë, për shembull, buzët janë tepër aktive, bebi pin me buzë, nofulla është e kontraktuar, muskujt e faqeve fillojnë të kontraktohen dhe të rriqen brenda. Pra ka disa specifika që ne shikojmë, atëherë do të thotë që ne duhet të bëjmë një kontroll gjuhës. Ka një manovër në këtë rast që bëhet, për shembull disa mjek mund ta ngrejnë me ato spatulat metalike ku ndahet gjuha nga dysheme e gojës, unë përdor një teknik manuale ku vendos gishtat brenda gjuhës dhe ngrej dhe atje kuptohet se çfarë impakti, pra nëse bebi ka frenulum dhe çfarë impakti ka. Sepse një frenulum që është i shkurtër, pra e pengon ngritjen e gjuhës, është një frenulum që
duket sepse në momentin që ti e ngrej gjuhën e tërheq poshtë. Pra duket që gjuha nuk ka një ngritje maksimale të bëj kontaktin me qellëzën. Nga ana tjetër mblidhet, tensionohet gjuha dhe shkon mbrapa. Dhe normalisht ka situata kur frenulumi mund të duket i shkurtër, për shembull kam pasur plot raste të bebave që kanë pasur një frenulum anterior është ai frenulum që bllokon komplet gjuhën, dhe ne nuk kemi pasur probleme në ushqyerje. Pra nuk ka pasur nevojë fare të bëjë një manovër ngritje me gishta sepse ishte i dukshëm. Në këto situata kur ne nuk kemi probleme në ushqyerje, pra nuk kemi impakt, atëherë ne do ta lejmë dhe nuk do t'i bëjmë asnjë lloj ndryrje sepse i përkeqësojmë procesin e ushqyerjes. Në këtë rast, unë sugjeroj që pas 6 muajve logopedi ndjek bebin dhe vendos çfarë duhet të bëjë dhe çfarë impakti do të ketë, sepse është dhe procesi tjetër. Gjuha nuk ka ndikim vetëm tek ushqyerja, por ka ndikim dhe te zhvillimi gjuhësor, tek ushqyerja më të ngurta dhe me radhë. Pra aty është eksperti tjetër pastaj që ndërhyn në këtë. Shumë nëna shqetësohen për sasinë e qumshtit. Edhe kjo do të thënë më iku, si ta shtoj, çfarë të bëj, sepse duan ta mbajnë sa më gjatë me gji. Ndërkohë gjumi mund kemi një fëmijë gjumash në të njëjtën kohë. Si bëhet në këtë rast? Për pospompës edhe të tjera, pra forma dhe ushqyerje njëkohësisht, cilat janë ato që ndikojnë le të themi në shtimin e një e para është ajo që theke, boshatisja e gjirit, sepse ne na duhet të ndryshojmë ritmin, ciklin hormonal, Pra, prolaktina duhet të rritet, oksina duhet të rritet, me qëllim që dhe sasia e qumshtit të rritet. Por, po nuk pati shkarkim frekuent të gjirit, nuk do të ketë rritje hormonale dhe normalisht sasia e qumshtit do të qëndroj po njësoj. Në këtë rast, patjetër boshatisja nga bebi, nëse bebi do të pi çdo një orë, sepse kam raste kur Artemisa ushqiva në orën 9, donte prapë në 10 i dhash formulën. Jo, përsëri në orën 10 vendoset në gji dhe përsëri e vazhdojmë këtë cikël sa herë kërkon bebin. Dhe çfarë ndodh? Ky shtim i kërkesës të bebit do të shçojë në një prodhim më të lartë. Një teknik tjetër që përmendë edhe pak më përpara është pompa. Pra, në një gjit të boshatisur nga bebi, ne vendosim pompën. Pra, stimulim nga bebi, stimulim nga pompa, rrjedhimisht sasia e qumshtit do të rritet. Një teknik tjetër që përdoret është sistemi SNS, ose thënë ndryshe një tub ushqyes, që ajo është një depozit që vendoset, ka sistem SNS që vendoset tek qafa, ka që kapen tek recipetat dhe ka një tub që vendoset tek gjiri në momentin që bebi e ka shkarkuar. Më duhet ta theksoj, sepse nëse ne vendosim që në fillim të vaktit bebi merr shtesën dhe ne kemi një boshatisje minimale të gjirit. Kështu që bebi boshatis të dy gjin, ne vendosim tubin dhe bebi qëndron më gjatë. Pra kur fillon ankohet le të themi në gji, sepse një bebi që nuk gjen më fluks qumshtit do acarohet dhe nuk qëndron më në gji. Atëherë ky tub i jep bebit shtesën e nevojshme, i rrit fluksin, ama nga ana tjetër për gjirin janë stimuj ekstra që normalisht ku do të na çojnë tek rritja e sasisë të qumshtit. Shumë e rëndësishme ajo. Janë të kthehemi pak te mastiti. Një ndër tmerret e çdo gruaja, thotë unë jam e sigurt që çdo mami thotë ama vetëm mastit, jo ama vetëm mastit. Sidomos mamat që kanë kaluar një herë, gjë e parë që i frikson është pikërisht mos të përsëritet. Si bëhet të mos të shkosh drejt mastitit, të angatrohet shpeshherë mastiti me ato që folëm ne pak më përpara, le të themi, me skuqet, me lëndime të tjera, angatrohet edhe me virozën. Në njerë mamat me që janë, po. Mama me ndonë, ndërkohë që kam filluar jo më largë se para 4-5 ditëve, kam pasur 2 raste të mamave që ishim me temperaturë 38.5, gati 39 me sa mbaj mend, këputje të trupit ethe dhe dyshonin se ishte një virozë, kur në të vërtet kishte filluar mastiti i gjirit. Sepse këtu është janë simptomat të dukshme? Po, sepse ndonjëherë dhe kur nuk i di simptomat fikse, shikon vetëm temperaturën, këputjen e trupit dhe thua, ok, kam të debules nga viroza. Në momentin që ti i thua nënës, për shembull rasti konkret, i kam thënë, provo të ngresh krahun, provo të prekësh gjirin, a ndjen tendosje dhe
kur nëna ngre krahun dhe ka atë tendosjen dhe atë dhimbjen, atëherë kupton që okay, nuk është një viroz. Pra ndodhin dhe situata të Do të tilla. thënë dhe pa shenja fare në Shenjat janë, por disa mama ndoshta nuk i dinë dhe nuk arrin t'i kuptojnë, sepse normalisht mastiti, të paktën mastiti që vjen nga bllokimi i kanaleve të gjirit, sepse do ta shpjegoj pak ka dhe një formë tjetër shfaqjes të mastitit, fillon gjithmonë dhe me dhimbje të gjirit ose skuqje. Por ka raste që nëna nuk i di këto simptoma, sepse patjetër që flitet pafund, por ndonjëherë informacioni dhe nuk arrin në kohën e dur tek nëna e cila sapo ka lindur ose është në këtë situatë. Kështu që shikon temperaturën, shikon këtë këputjen e trupit dhe mendon se është një viroz. Më pas kur vendoset në kontakt nga një familjar ose dikush e ka sugjeruar te konsulenti laktacionit dhe ti e pyet dhe për simptomat e tjera, ti kupton që nuk është viroz. Rasti konkret, kjo ka ndodhur. Kështu që unë do thoja që shenjat e mastitit ose bllokimit të gjirit, sepse mastiti fillon gjithmonë nga një kanal i bllokuar dhe më pas shkon në infeksion. Pra fillon gjithmonë si një inflamacion. Gjithmonë do filloj një tendosje, siç përmenda edhe pak më parë. Nëna duhet i bëj një palpim gjirit me të dy duart dhe ta prek, pa ushtruar presion. Dhe të shoh nëse ka zona të forta, nuk ka problem, le të mos jenë të dhimbshme. Ama kjo zonë e fortë duhet masazhuar sepse është pikërisht kjo zonë që mund të çojë më pas dhe në mastit. Ka dhe ndryshim të ngjyrës kur ti fillon, por në disa raste nuk fillon gjithmonë ajo skuqje atipike. Domethënë, ka raste që fillon zona e tendosur ose gungat thon ndryshe, ka mama që nuk kanë skuqje të menjëhershme dhe sinjali i parë është pikërisht ky ngurtësim i gjirit, pra ky palpimi do ta ndihmojë nënën të kuptojë që ka filluar bllokimi. Simptoma tjetër është lëvizja e krahut, pra ndjen tendosjen qoftë edhe tek sqetulla ose tek pjesa e poshtme e gjirit, skuqja ose ngjyra roz. Ka raste fillon me njëherë, ka raste jo, por dhe kjo është një nga simptomat e bllokimit të gjirit dhe mastitit. Fryrja, rëndesa dhe ngrohtësia, pra në prekje gjiri është më i ngrohtë se ana tjetër. Dhe normalisht pastaj shenjat e tjera janë ethe, këputje trupi, temperatura e lartë 38.5, 39, por këto janë ato shenjat e fundit kur nëna ka filluar vërtet është në atë fazën kur ka filluar një infeksion aktiv dhe normalisht ka atë këputjen e trupit dhe atje situata bëhet dhe më e vështirë. Pra nëse trupi është në këtë infeksion, është e sigurt që është mastit. Nëse nënës i ka kaluar temperatura mbi 38.5, ka filluar një mastit. Por dhe këtu duhet të theksoj që jo gjithmonë nevojitet antibiotiku në mënyrë të menjëhershme, sepse nëse ne e kapim në orët e para, kur temperatura ka filluar të rritet, kemi pasur plot raste që kemi trajtuar vetëm me masazhe, me probiotik dhe nuk është nevojitur antibiotiku. Nëse nëna ka mbi 24 orë me temperaturë të lartë dhe masazhet nuk e lirojnë, atëherë patjetër duhet shoqërues dhe antibiotiku. Pra duhet pastrimi i gjirit me masazhe plus antibiotiku. Nga si ta shmangin, sepse normalisht duhet të dinë si të parandalohet. Boshatisja e gjirit. Sepse siç e ceka edhe pak më përpara, fillon me pompën për shembull. Pompa ka një mënyrë përdorimi, ashtu si çdo pajisje, le ta quajmë tjetër që ne mund të kemi në shtëpi, dhe pompa ka një mënyrë përdorimi. Qoftë flanxhat, ka pompa që kanë flanxha 24-25 mm, ka mamat të cilat kanë thitha të sheshtë dhe rrjedhimisht ajo flanxh 25 mm është shumë më madhe se në raport me thithat e nënës. Në këtë rast, kur nëna të pompoj, pompa do të rreqë edhe areolën dhe normalisht nuk do bëj një shkarkim të plotë të gjirit, pra kjo bëhet pengesë. Prandaj kur nëna pompon, së pari gjëja fillestare që do bësh në momentin që ble pompën, matja e thithave. Të shoh sa është milimetri. Jo, sepse nëse ne flasim për një standard 24-25 mm, ka nëna të cilat kanë nevojë për flanxha 17, 21 mm, ashtu siç ka dhe nëna dhe 30 mm. Pra në momentin që nëna bën matjen e thithave, kupton çfarë flanxhe duhet të ketë dhe normalisht një flanxh në përmasën e saktë do të bëjë një shkarkim maksimal të gjirit dhe rrjedhimisht do parandalohet bllokimi. Nga ana tjetër, pompat kanë disa faza. Më e shpeshta që ne shikojmë është faza e stimulimit, faza e tërheqjes. Nëna nuk mund të pompoj vetëm në tërheqje, sepse tek gjiri duhet imitohet thithja e bebit. Pra bebi bën një stimulim, fillon let downi, bëhet tërheqja. Më pas ne e kthejmë për shembull një 2 minutësh në stimulim tek pompa, një 8 minutësh tek tërheqja dhe një rikthim tek stimulimi. Pra pas 10 minutash që ne kemi kombinuar të dy fazat, e kthejmë edhe një herë përsëri në stimulim dhe tërheqje. Që nëse ne do pompojmë 20 minuta, atëherë të bëhet me 2 faza stimulim, me 2 herë fazën e stimulimit dhe 2 herë fazën e tërheqjes, që shkarkimi i gjirit jetë maksimal, sepse e dëgjoj shpesh, unë pompoj shpesh por bllokohem.
ka mënyrë përdorimi, çdo kjo produkt është, dhe kjo është pikërisht mënyrë përdorimi, por në të njëjtën kohë edhe të zgjedhësh pompën e duhur. pikërisht, sepse ka dhe pompa të cilat Pra janë s'mund të shkojmë thjesht me sugjerim, le të themi Instagrami, duhet konsult për këtë, gjithashtu. Unë e theksoj vazhdimisht dhe them që pompa është individuale sipas rastit. Pompa nuk mund të zgjidhet sepse i ka funksionuar dikujt, sepse ne nuk e dim situatën. Nëse unë jam një nën, le të themi, që kam pasur një sasi shumë të lartë qumshti dhe më është dashur pompa, sepse do kthehem në punë, të bëj një pompim sporadik gjatë ditës ose do largohem diku, do ta lë bebin në familjarët, mua mund të më bëj punë dhe një pompë shumë e thjeshtë. Por një nën që ka një beb i cili refuzon xhirin, ose një nën që ka lindur një beb prematur, ose një nën që ka probleme me sasinë e qumshtit dhe na duhen shumë pompime, nuk mund t'i bëj punë një pompë e cila një pompë manuale, le të themi, pra duhet një pompë me fuqi motorike të lartë, një pompë e cila bën një tërheqje të qumshtit edhe pa i dhënë dhimbje të gjiri. Prandaj janë këto specifikat që unë them gjithmonë, konsulenti i laktacionit përcakton pompën që nëna si nevojitet. Prandaj duhet patjetër të këshillohet për këtë gjë. Cilat janë ato gabime që duhen shmangur kur gjiri bllokohet? Shmangja e gabimeve është patjetër e nxehti maksimal, domethënë. Ajo. Madje futja në dush direkt, dua të lirohem. Një rast, orinde që nëna kishte krijuar plag djegje në gjin nga i nxehti. Dhe ka ardhur tek unë pasi kishte 2 ditë me mastit dhe kur më ka dërguar foto kam parë që gjiri ishte djegur lëkura sepse ishin përdorur produktet në një temperaturë shumë të lartë. E theksoj, uji i ngrohtë, perlat të ngrohta, pershiri i lagur të ngrohtë, jo të nxehtë. Një e para kjo dhe e dyta masazhet agresive. Dhe masazhet agresive në drejtim të areolës. Siç thash, drejtimi duhet të jetë në drejtim të kundërt, pra në drejtim të sqetullës. Dhe gjithmonë sikur masazhojmë trupin e bebit. Nëse ne ushtrojmë presion, gjiri është gjendër. Çfarë do bëjmë? Do rrisim inflamacionin dhe madje në disa raste fillon temperatura rritet, ajo zona e inflamuar fillon bëhet akoma më fortë, akoma më kuqe dhe normalisht zgjidhja nuk jep. Dhe ka dhimbje të mëdha për nënën patjetër. Ke takime ti me nëna zakonisht për zhbllokimin e gjirit, pra tek e tek, le të themi që dhe a bëhet vetëm një herë apo përsëritet? Është një nga situatat që unë trajtoj më shpesh. Përgjithsisht ne kemi, duke qenë se mastiti është një situatë që ndonjëherë nuk pret të vi orari dhe ne të takojmë, sepse normalisht dhe unë kam ato oraret me nëna që mund të kenë rezervuar dhe më herët, që unë kam krijuar një program tjetër që është enkas për nënat që kalojnë një bllokim të gjirit ose një mastit, sigurisht me ndjekje, sepse nëna merr programin, merr teknikën, sepse teknika është standard, pra paraprakisht nëna më dërgon foto, simptomat, që unë kuptoj, nëse kemi një absces është direkt për mjekun, nuk është më në dorën e konsulentes. Atëherë, unë kuptoj që është situatë që unë mund ta ndjek, nënës i shpjegoj çfarë është duke ndodhur dhe në momentin që merr programin, ka video ku unë i demonstroj me detaje si të bëj pastrimin e gjirit dhe normalisht është në ndjekje të vazhdueshme në WhatsApp ku jo vetëm shikoj se si është progresi, por njëkohësisht kuptojmë dhe nga çfarë ka ardhur. A ka qenë një keq pozicionim i bebit, një beb që ka një frenulum, një keq pompim. Pra pothuajse që duhet të ketë një shpjegim kjo gjë. Patjetër, sepse e zgjidhëm një herë rastin, por kjo situatë mund të vazhdojë të përsëritet. Pra nëna vjen tek unë të marr zgjidhjen, por duhet të di dhe si ta trajtoj që të mos vazhdojë të përsëritet e njëjta situatë, sepse normalisht duhet gjetur rrënja e problemit. Kam parë shumë mesazhe që nënat të çojnë, madje një prej tyre ishte dhe mesazhe falenderuese shumë. Je gjithkohës. Ka ardhur dhe një ka qenë shumë surprizë e bukur. Po e ma mërmunda se ti flet për këtë. Artemis, dhe unë e kujtoj edhe pasi kanë kaluar 5 vjet dhe mua më dhëm gjiri sa herë që do mua pet. Sepse se di që është sikletshme, është procesi më i bukur në botë në mënyrë absolute dhe unë vdes ta rishijoj sërish atë moment, por që kur e kujton. Kur ti më thua ato rastet e vështira edhe që kur mastiti e bllokimin unë jam gjithkohës o sa më dhëm. Dëgjoj, edhe mua më ndodh që kur shikoj, të them realisht, unë përfshihem shumë raste. Unë këtë punë nuk e bëj si konsulent, unë kam një përfshirje shpirtërore që nuk jap dot shpjegim pse, por
Dhe më besoj që ndonjëherë kur shikoj ato thithat dhe kur pak më parë po flisja dhe po thoja çarjet sa e dhimbshme është, më besoj që ju referoha atyre situata kur e shikoj dhe më dhe mua. tham, po. Sepse realisht e ndjej shumë dhe pse nuk e kam kaluar një Po. situatë të tillë për vete, prap futem shumë në proces dhe Ndihet ta ajo, kuptoj ndjesinë në këtë moment. Ndihet, më vit të vjen kështu. Edhe e di që jam mesare kur do të thënë është një prej tyre që thoshte në moment kur gjoksi më frye dhe dhimbjet ishin të mëdha, mësoj teknikat e ti isha aty për çfarë do lloj paqartësie që unë kisha. Me edhe screenshot në fakt mesazhin që ne po e kemi tani. Kështu që Është edhe sot ajo nënë më ka bërë dhe një surprizë shumë të bukur se unë tani dhe mund të prekem pak, Po, por është fantastike. Thash kam një përfshirje shpirtërore që realisht ndoshta dhe jap dhe shumë, unë nuk jap vetëm teknika, tek nëna jap dhe një energji nga vetja që realisht në këtë formë funksionon, më del spontanisht. Dhe prandaj prekem. Kur kam shkuar tek puna, më kanë ardhur gocat sepse nga dyqani më kanë gjetur lart tek zyra. Ka qenë një buqet me lule, me një etiket falënderimi, nëna ishte nga Prishtina, por e kishte porositur dhe realisht ishte diçka shumë e vogël që falënderimi, po për mua ishte gjest shumë i bukur dhe realisht është ajo kënaqësia e punës që merr më mbrapa. Po është shpëtim jete. Është shpëtim jete të kesh njerëz si ty, ta kesh me kokë edhe të udhëzoj dhe lavdi Zotit jeni në këtë punë që i ndihmoni mamat e reja sepse më përpara se të thonë gratë, po si ja kemi bërë ne, po s'keni pasur mundësi, keni vuajtur pafund, domethënë e keni mbytur dhimbjen brenda vetes. Shumë vite më përpara ne bënim dhe shumë gjëra ndryshe nga sot. Marr një rast i lanim rrobat me dorë, sot i lajm lavatriçe. Se duhet të kthehemi pas në kohë për gjëra që ka zgjidhje. Eksakt. Kështu që për sa kohë ka zgjidhje që nëna mos të vuaj, normalisht merr ndihma në momentin e dur, atëherë dhe procesi shkon më qetë dhe nëna e shqijon. Ai mban më numrin e grave që ke ndihmuar? Nuk e ke. Jo, di vetëm që ndonjëherë është ai highlights-i plot me feedback që shumica mund të shkruajnë edhe pas një viti dhe s'ta kanë thënë në moment, ndonjëherë dhe si poston do të gjitha, por di të them Orin që ka një kënaqësi shumë të madhe sepse realisht ndalojnë nënat dhe në rrugë, të falenderojnë, të përshëndesin dhe unë them që pavarësisht se janë me mira ato feedback-et në highlights, është kënaqësia sikur i merr ato mesazhe dhe kur të falenderojnë në rrugë është një kënaqësi, por të them sa nuk di, janë me mira, nuk di. Nuk di. Për të kthyer edhe një herë tek paketat që funksionojnë një me një, apo edhe pra le të themi ti e hedh paketën në faqen tënde, ajo abonohet dhe merr gjithë paketën e plot, pra në këtë lloj forme, apo i ke edhe paketa privatisht pra një me një. Si funksionon? Unë ofroj të dy shërbime. Të dyja. Më saktë të tre, sepse ka dhe mama që ka nevojë për konsulta video call. Qartë, jemi live në video call, sepse nuk jetoj në Shqipëri. Këto janë zakonisht situata që, pra, video call ose konsulta fizike, ku nëna është fizikisht me mua dhe bebin, unë janë shërbime që ofroj pas lindjes. Pra, në momentin që bebi ka lindur, nëna për shembull ka plot raste që nëna nuk ka probleme, por thjesht do të vi dhe të kontrolloj dhe të shoh si po shkon procesi. Nënat e cilat kanë probleme dhe normalisht duhet shërbim individual për të kuptuar më detajisht problemet më komplekse. Nga ana tjetër pastaj janë paketat të cilat merren online, pra janë tek webi, nëna ka bën një abonim dhe ndjek në mënyrë private, nuk kanë një orar ku duhet jetë online me mua, mund ta ndjek sipas dëshirës të vet. Dhe këto paketa janë të ndara, bën regjistrimin dhe ka një akses disa paketa për 6 muaj, disa 12 muaj dhe për shembull paketa e përgatitjes, pra kursi përgatitjes për gjithënien që në shtatzani, nëna e merr në shtatzani, fillon dëgjon videot sepse ka informacione jo vetëm për ato që ne folëm pak më përpara, por ka edhe shpjegim për nënat që kanë thitha të vegjël, si ta ushqejnë bebin, për shtimin e sasisë të qumshtit, për trajtimin e fryrjeve të gjirit, bllokimeve, pra është një paket që është shumë e organizuar dhe i përmbledh të gjitha. Normalisht nëna këtu e ndjek në mënyrë private në shtatzani dhe pas lindjes ka kontakt individual në WhatsApp me mua, ku bëjmë vlerësimin e ushqyerjes të bebit nëpërmjet videove, si po shkon procesi, problemet që ajo ka, sepse normalisht paketa është shumë e detajuar, por rasti konkret mund të ketë nevojë për detaje shtesë, mund të ketë nevojë për vlerësime, sepse çdo situatë, pra çdo rast nën beb është i ndryshëm nga tjetri. Jam kurioze të di, a janë gjithmonë të sinqerta në informacionet që japin? Kam kuptuar që ndonjëherë jo.
dhe unë u bëra 8 vite në punë. Dhe normalisht ndoshta në fillim dhe nuk e kuptoja, sepse sa dhe ti të mësohesh në profesion. Tash unë kam arritur në atë pikën që unë e kuptoj direkt kur informacioni nuk është i saktë, pra diçka nuk po shkon. Pra kur pompimi ose masazhi ose diçka që unë dyshoj nuk është duke u ndjekur si duhet. Nuk e di arsyen pse ndonjëherë udhëzimet devijohet nga udhëzimet ose modifikohet, por di të them që nuk është mirë sepse ai devijim ati udhëzimi që unë kam thënë çon në një rezultat jo të mirë. Vonon rikuperimin e procesit dhe normalisht dhe nëna në fund nuk gjen, pra nuk arrin atë qëllimin që ka kërkuar. Por që kuptohet direkt. Pra kuptohet, patjetër që kuptohet. Do shkojmë pak te një event që ju organizoni në maj. U surprizova shumë nga ai event. Jeni mbledhur 3 figura të rëndësishme sa i përket mamave, prindërimit, që je ti, është Eralda, është Marta. Do të realizohet në maj, në Tiranë, në fund të majit, ju mbledh ju të trejave që jeni ekspertet të secilit prej sektorëve që prezantoni, dhe do mblidhen shumë mama për të mësuar gjithçka rreth mëmësisë sa i përket atyre ditëve të para, po edhe përpara, duke nisur që përpara, që te para përgatitja, qoftë për gjithënien, por qoftë edhe nga ana për përgatitjes për të lindur, apo jo. Patjetër, që gjithashtu është një proces shumë i rëndësishëm që nëna të di si ta menaxhoj dhimbjet, frymarrjen, gjithë ato teknikat që ndonjëherë kur nuk di si ti menaxhosh, normalisht edhe mund ta ndjesh edhe pak më intensiv. Se vendosët, më trego pak më tepër për këtë event, bashkë me vajzat, gratë që po realizoni. Ka qenë një iniciativë e Martës, në fakt, sepse Marta i organizon shpesh, unë i kam organizuar vetëm një herë fizikisht, dhe kur Marta më ka propozuar si ide, kam thënë direkt po, sepse ishte diçka që okay, dhe pse e kam bërë rrallë, është diçka që më pëlqen. E menduam sepse normalisht ne si Eralda, Marta dhe unë do trajtojmë 3 nga proceset më të rëndësishme. Marta procesin e lindjes, menaxhimi i dhimbjeve, frymarrjes, teknikat pra pozicionet, sepse ndonjëherë ai pozicionimi i gabuar dhe në procesin e lindjes mund të bëjë që nëna të ndjej dhe më intensive dhimbjet, kështu që Marta t'i shpjegoj duke bërë dhe praktikën me gjithë mamat se si ta menaxhoj atë moment. Nga ana tjetër është Eralda pastaj që do t'i tregoj mamave si ta lajnë, si të kujdesen për bebin, teknika e kujdesit të kërthizës, që ndonjëherë Diorina duken si shumë të thjeshta, por që unë shikoj që mamat asaj të gjithënies pra që duket kaq natyrale dhe pastaj të shkojnë djersët. Se më kujtove tani kur kam larë djalin për të parë para 12 vitesh, kisha u lava vetë, dhe djali nuk e lava. Ishte gjithë ujë mbi mua dhe djali ishte vetëm këmbët i kisha larë. Dhe normalisht kur ti di si ta kapësh, si ta mbash bebin, është të jep një dorë dhe po mos kesh ndihmë përreth. Dhe gjithonja pastaj që dihet që do jetë gjithë ai procesi shpjeguar, madje dhe në praktik, në çfarë forme, me mama secila të ketë kukullat e veta, ku të bëjmë bashkë pozicionimin, mënyrën se si ta mbajmë bebin, duke i shpjeguar të gjitha ato elementet e rëndësishëm që duhet të ndjek si në maternitet, si kthimi në shtëpi, ajo që preka dhe pak më përpara, fryrja e gjirit, ushtrime orale që mund t'i bëjmë bebit për të përmirësuar thithjen e bebit, për çfarë duhet të bëjmë për të shtuar, pra për të pasur një sasi qumshti të lartë, pra le të themi që do jetë një event që unë do t'ia sugjeroja të gjithë mamave në pritje të bebave, sepse realisht do t'i mirë informoj dhe do t'i bëj të ndjenë më të sigurt. Nuk është zakont, pra të mbledhi 3 të mirat bashkë, që jam shumë e lumtur që ja keni dhënë këtë mundësi mamave. Në fund të majit, në datë, e keni përcaktuar? 30 maj. 30 maj, pra. 30 maj do të keni këtë event ku do mësoni shumë çka. Shtukturët e paketat e tua, nëse një mami kërkon të mos i marrë 2 paketat, po të marrë njërin prej tyre, të marrë atë, le të themi, para apo atë pas, këtë do sugjeroje ti? Unë do t'i sugjeroja mamave që nëse nuk, këtë bëj çdo ditë, nëse nëna nuk ka lindur akoma,
do marr paketën e plot, ku ka çdo gjë, sepse unë Orida kam formuar në atë lloj forme paketën e plot, pra kursi përgatitjes për gjithënien, që nëna nuk ka nevojë të marr asnjë paketë tjetër më mbrapa. Domethënë, atje ka gjithçka. Dhe në momentin që ajo nuk e ka marrë në shtatzani, maksimumi i afatit që unë ja për ta marrë është java e parë pas lindjes. Pastaj, në varësi të procesit, nëse ajo ka nevojë për shtimin e qumshtit, dhe është një proces jo shumë kompleks, atëherë është paketa për shtimin e qumshtit enkas për nënën. Okay. Nëse nëna është në fazë mastiti, është paketa e mastitit enkas, që të gjitha këto paketa janë tek kursi gjithënies, pra i gjenden të gjitha brenda për nënën që ka marrë që në shtatzani. Pra me paketës së plot, pra kush do të marrë paketën e plot. Pra ka gjithë programet e tjera brenda. Kur janë raste komplekse, pastaj sugjeroj konsultat fizike ose video call, pra kur janë shumë probleme bashkë, sepse atje unë i analizoj dhe evidentoj më mirë rastin dhe normalisht dhe zgjidhjen më të përshtatshme. Gjithënia në publik, normal apo ende tabu? Unë mendoj që akoma është tabu. Për disa raste po. Unë mendoj që duhet jetë gjë më normale, sepse normalisht nëna në atë moment po ushqen, po plotson kërkesën e bebit. Po flas dhe nga eksperjenca personale, mbaj mend ka qenë goca diku te 1 muajshe kur kam qenë për herë të parë te një qendër tregtare këtu në Tiranë, dhe jam ulur te një nga këto stolat që janë në korridore dhe po më shikonin, pavarësisht se po ushqeja me shumë kujdes. Po më shikonin pa shumë sy mbi vete dhe ndja pak sikletin 5 minutat e para, por pastaj u normalizua situata dhe kam ushqyer pa problem kudo. Por që shikoj që ka mama që nuk e kanë problem dhe shumë mirë bëjnë, ka mama që akoma e kanë të kompleksuar këtë pjesë dhe ka shumë raste që bebave ju merren biberona gati me vete vetëm sepse do të jenë jashtë. Në këtë rast çfarë sugjeroj? Nëse nëna nuk e ka problem, le të mos e ketë problem dhe le të vazhdoj sepse është gjë më normale në botë. Nëse nëna e ka sikletin vetë ajo, pra, sepse nuk do, ka nëna që kanë vetë sikletin atje, atëherë një nap sipër ose një mbulesë sipër dhe ushqyeria të vazhdojnë, nuk bën asnjë diferencë. Por jo e imponuar mbulesa sepse jam jashtë, thjesht nëse nëna është në diskomfort personalisht vetë ajo. Biberoni në muajt e parë, po apo jo? Biberoni ushqyes apo biberoni ushqyes në rastet kur nevojitet po. Gjithmonë duke zgjedhur forma e dur. Është ai testi tregonçit që krijon një hapje të gojës njësoj si tek gjiri. Po gënjeshtarja? Pas javës të tretë. Pas javës të dhe sa më i shkurtër. Kur është shumë i shkurtër, kur është shumë i gjatë, mbush shumë kavitetin oral, krijon tension të buzët. I shkurtër është okay. Okej. Orar fiks apo sa herë të kërkoj bebi? Sa herë të kërkoj, pa limite. Gjithënia gjatë natës e domosdoshme apo edhe mund të shmanget? E domosdoshme. I muajt e parë, po. Madje krijon rritje të prolaktinës, ritmët e për prolaktinën që ndikon edhe tek vaktet e ditës. E domosdoshme. Natën pra. Partneri rol aktiv apo jashtë loje në këtë proces? Duhet jetë aktiv, por ndonjëherë shikojmë dhe jashtë loje. Duhet jetë aktiv. Duhet jetë aktiv. Gjithënie plus punë, realizueshme apo shumë e vështirë? Po, komplekse në disa raste, por e realizueshme. Okej. Pompa e gjirit, shpëtim apo stres shtes? Në rastet kur nuk duhet stres, për shembull mamat që në shtatzani mendojnë të parën çfarë pompe të zgjedh, është stres i panevojshëm. Në rastet e tjera një domosdoshmëri. Por gjithmonë kur duhet. Qumshti i ngrirë, po apo jo? Po, nëse ruhet në kushtet e duhura, po. Gjithënie dhe dietë, duhet kufizim apo jo? Ushqyerje shëndetshme, jo dieta drastike. Nëna duhet të hajë gjithçka, të ushqehet shëndetshëm, të ketë dietë larmishme, por jo dietë për të rënë nga pesha. Okej. Pra jo deficit kalorik. Jo. Pra kjo është shumë e rëndësishme. Kafe gjatë gjithënies e lejuar apo tabu? E lejuar. Mund të pi deri në 2 kafe në ditë, po. Gjithmonë nëse nëna e dëshiron ta pi, patjetër që mund ta marrë. Mund ta marrim. Sport pas lindjes ndikon apo jo në qumësht? Sporti ekstrem po. Kështu që duhet gjithmonë të paktën ato muajt e parë ecja është gjë më e mirë që mund të bëj. Pra mos shkojnë direkt në sforcim. Jo sforcime. Sepse normalisht ajo ndikon edhe në rritjen e kortizolit edhe gjë që do të frenojë. Më mirë edhe për qetësinë mendore të nënës, por edhe për si aktivitet fizik. Gjithënie zgjatur pas një viti e rekomandueshme apo e nevojshme? Kur ishte Artemisar në fundit e tash, si do bësh me gjithënien? Do ja vazhdosh gocës? Sa deri 3 vjet, sa.
do e ndaloj. Deri 3 vjeç nuk e vazhdoj më, tha. E pyeta para 5 minutash, si shkon me gjithë dhënien? E mbylle? Jo, e vazhdoj akoma. Jo, okay. 3 vjeç e gjys, më akoma. Do e mbyllësh, Do e mbyllim, por shko, pi shumë shkurt, vetëm një vakt para darkës. Pra është ajo lidhja me ty. Është ajo lidhja. Nuk po e heq ti apo nuk po e heq ajo, këtu dua të di. Nuk kemi gati asnjëra. Thash, nuk është, shko, nuk e kemi fjalën për vakte ku një fëmijë 3 vjeç është gjithkohës në gjë. 5 minuta tek ai momenti i mbrëmjes që është ajo lidhja e para e gjumit që normalisht as unë nuk po që ngam gati për ta. Jam pro. E di që ndoshta shumë do më gjykojnë kur ta dëgjojnë, por jam pro. Derisa nëna ta ndjej të nevojshme, derisa nëna do ta vazhdoj procesin, nuk është e prerë me thik. Me thik, e drejt. Ndjenja e fajt nëse ndalon gjithëni, justifikuar apo presion social? Do të thoja edhe presion, sepse fillojnë komentet ja hoqe sepse doje, etj, pra nuk e kuptoj në jeshtë. Vetëm ju s'keni pikërisht. Nga ana tjetër, nënën e quaj, do më thënë, ja quaj të justifikuar ndjenjën e fajt, kur ajo vete akumulon, sepse ndonjëherë ndonjëherë nuk ka ditur si ta zgjidhë dhe pastaj ka ndjenja faj më mbrapa. Këtu do përmend dhe veten time. Për ta shpjeguar pak më mirë, në të 2 djemt para shumë vitesh, nuk kam qenë as në profesion atëherë, nuk e kam ushqyer me gjë, asnjërin shumë pak të voglin, dhe të besoj të orin që kur kam ngelur shtatzan me gocën, gjëja e parë që unë prisja me zor të madhe, po ishte të ushqeja me gjë, sepse kisha, nuk mund të them që fajsoja gjithkohës dhe e vuaja shumë, por e kisha sikur diçka që më mungonte dhe doja ta provoja. Kështu që i kuptoj nënat që ndihen në faj, them mos u ndjeni në faj sepse keni bërë më të mirën, por mendoj që është dhe një presion shumë i madh nga jashtë, shumë. Gjithkohës, e di. Konsulent laktacione, luks apo domosdoshmëri? Domosdoshmëri. Njësoj si që është domosdoshmëri çdo mjek i fushës përkatëse. Shumë është proces si gjë jo të gjithë mund ta zbërthejnë dhe mund të shkojnë problemit deri në rënjë. Çfarë do të thuar sot i mami që ndihet si e dështuar për shkak se nuk po ja del dot me gjithënien? Unë do të thoja që ky është një proces që nuk identifikon se çfarë nëne ajo është, në sensin mund të ushqej në forma të ndryshme dhe përsëri të jetë nëna më e mirë dhe çdo nënë është nëna më e mirë në botë për bebin, kështu që sepse shikoj që ndonjëherë identifikohen nga procesi, ndoshta nga fakti pikërisht nga ky presioni social. Kështu unë them ka plot forma dhe procese ku nëna bën maksimumin për bebin ashtu siç ka bërë edhe tek ushqyerja, kështu nuk tregon asgjë. Mos harroni edhe një herë eventin e madh që ju pret me 30 maj, 3 goca, 3 gratë fuqishme për t'ju udhëzuar se çfarë duhet bëni në mëmësi dhe në formën se si ju do jepni gjë, në formën se si ju do bëni mëmësinë tuaj, se si ju do të zgjidhni më pas. Falenderoj shumë për çdo mesazh që vjen këtu dhe ndihmon mamat e reja. Faleminderit Orin për gjithë hapësirën që më lindi në dispozicion. Faleminderit.